Një nga momentet më delikate gjatë Big Brother ka qenë dhe incidenti që ndodhi mes Jozit dhe Gjestit. Çfarë komenti keni për të veprim të Jozit? Unë atë moment po e ndishja, unë jam shtangur dhe më ka krijuar një gjendje ankthi. Pse? Sepse Shqipëria këto vite vuan nga fakti që shprehet dhuna. Ato dhunë e kanë ndjerë shqiptarët, ata të Kosovës e ndjerën nga genocid, mund të themi, që i bëri serbi. Pra e kanë përjetuar. Gratë e Kosovës e kanë përjetuar gjatë gjithë kohës derisa serbi, si thua, ka bërë gjëra nga më të tmerrshme, të cilat i kanë treguar, plus që ka plot gra dhe vajza apo dhe të tjerë të zhdukur, të humbur, që nga u kshinoti, që s'dihet ku i ka eshtrat e tij e tjerë. Në Shqipëri këto 34 vite ndihet akoma ajo fryma e dhunës. Ka krime nga më të ndryshme dhe vrasje. Ka ndodhur dhe në përbot këto, në grupet rivale të cilët kanë luftuar njëri tjetrin. E kanë ndjerë gruaja shqiptare, akte dhune, vrasje. Numërojnë raste flagrante të dhunës ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri. Edhe këto pikërisht nga bashkëshortët, ose ndonjëherë ka rastisur vajza nga babai i saj, e tjerë. Familjet janë në konflikt dhe shkaku kryesor i divorceve është pikërisht dhuna që ushtrohet. Dhe që gratë në bashkëjetesë, në martesë nuk e durojnë dot. Edhe Kosova ka rritje të numrit të denoncimeve, njëkohësisht dhe divorceve, pikërisht për shkak të dhunës. Rastet më të fundit kanë treguar që dhuna është shprehur dhe ke adoleshentët. Kështu që kjo është për të shqetësuar dhe të guxosh ta bësh një akt dhune, i cili nuk ishte thjesht një akt dhune, ai që bëri Jozi ndaj Gjestit. Mënyra se si ai e qelloi me tërë forcën e krahut, në pranitë të gjithë kamerave, në momenti që po dilte nga një spektakël, ishte për ta denigruar, për ta fyer Gjestin, për ta poshtruar, që me demek ti nuk luan dot me mua. Dhe më thonë, mund të bëj dhe këtë gjë, dhe e bëj publikisht në sy të gjithë shqiptarëve, jo vetëm Shqipërisë, Kosovës dhe gjithë shqiptarët që kanë digital dhe ndjekin në gjithë botën. Dhe më thonë, ishte një gjë shumë e ulët. Se çfarë do dënohet, a nuk do dënohet e tjerë nuk ka rëndësi. Që të guxosh ta bësh këtë gjë publike, tregon që ai njeri, njerë e para ka mungesë formimi, është i dhunshëm, dhe këtë pas ka treguar që ka qenë dënishte tjetër pikërisht i dënuar për këtë gjë, nuk e di nëse është e vërtet apo jo, po të paktën kështu është shkruar. Tregon pasaj që inati, hakmarrja, edhe si thua dhuna nuk pyeska as për shikimet e njerëzve, as për një publik që kapte në 2 milion, 3 milion, se kështu të paktën ka qenë shifrat që ndiqet në një moment direkt një reality show si Big Brother. Pra po që ti, do më thënë, guxon dhe poshtron dhe hedh në tokë, se me tërat forca i si ishte përgatitur, që të mundet dhe të qëndronte pak në këmbë. Kështu që ka qenë një shqetësim jo thjesht për familjen e Gjestit, po për njerëzit që e shikojnë një gjë të tillë, gjithnjë kanë menduar, sidomos prindit, sikur të ishte fëmia e vet aty, dhe dikush guxonte ta bënte këtë gjë. Ai realitet show është edhe loj nervash. Ti luaj me ato armë, mos zgjidh armën e gabuar me kundërshtarin tënd. Një njeri që zgjedh dhunën, shpullën, armën për kundërshtarin e vet, ai është i dobët. Ai nuk di, prandaj merr në ndihmë një thik, një shpat, një grusht, një plumb e tjerë. Dhe ku? Atje ku gjoja ishin përzgjedhur më të mirë. Kështu që ndoshta duhet reflektuar dhe të shikojnë gjithnjë e kaluar atyre personave që vinë në një realitet të tillë. Unë e quaj shumë të rënda atë gjë që ka ndodhur. Nuk e kam besuar që mund të ndodhte një gjë e tillë. Dhe më e bukur e pasaj, kur njëra nga ato gazetarët e famshme thoshte jemi verior. Ç'është kjo jemi verior? Ç'është kjo? Shqipëria është një. Biles ne kur kemi dhe Kosovën afër nesh, siç ishte në këtë spektakël, është një gjë e mrekullueshme. Ne na intereson se ne shikojmë çfarë ndodh në botë. Sa më të shumë të jemi,
sa më të mëdhenj të jemi shqiptarët, sa më unik të jemi, aq më shumë do na njohim për Zot. Nëse s'ke forcë, je i humbur në këtë botë. Kështu që fakti që e morën Gjestin bën shumë mirë, dhe fakti që e fitoi Gjesti akoma dhe më mirë. Unë e quaj një gjë shumë të mirë. Ata që, domethënë, që kanë votuar, e kanë menduar që ja vlen të. Jo thjesht për talentin e tij, por dhe që vinte nga Kosova, shumë mirë bën që ja dhan atij. Vetëm të kishte vënë flamurin në fund. Po ndoshta si shefa i tij, se duhet të jenë ata që janë mbrapa skenës, ku doli ai, ata duhet të mendojnë që ka dhe një moment final kur duhet një flamur shqiptar. Pse duhet një flamur shqiptar? E para se jemi shqiptar dhe Gjesi është shqiptar, dhe e dyta se Shqipëria ja dha titullin fitues i Big Brother VIP Albania 4. Avokate, shumë faleminderit për intervistë. Faleminderit dhe juve. Për shumë sot nuk pëlqeu mënyra se si argumentonte sot në televizion, Laerti s'm pëlqeu fare. S'kepse nxjerr dufin ndaj një personi tjetër. Gjesti me vërtet nuk është i shkolluar. Ka patur arsyet e veta, ose edhe për faj të vetë, mund ta themi. Ka pat faj. Në moshën që duhet shkolloheshe, mendonte se do bëhesh një artist i madh, nuk vinte në shkollë, merrej me shokët e vet, cigare, andekte një lloj lirie pa kufizim, nuk ka qenë i përgjeshëm që të mbaronte shkollën, të kualifikohesh etj. Por kjo do thotë që ai duhet jetë, si thua, një privuar i përjetshëm. Jo, është djalë i ri, mund të vazhdoj shkollën, edhe ai mund të pajiset me një arsim të lartë, në përputhje dhe me talentin që ai ka, në përputhje dhe me dëshirat e tij. Tani, domethënë, e mendon që ka mundësira dhe më shumë, sepse të fitosh një Big Brother me një sasi të tillë lekësh, 100.000 euro, është një shans i madh që ai mund t'i hedhi ato, si thua, të investoj në mënyrë që t'i japi vetes më shumë mundësi për karrierën e vet, për shkollimin e vet etj. Dhe një ditë dhe ai do ta ketë arsimin lart. Ose mund të mos e ketë, por ama gjithë përvoja e jetës së tij, gjithë karriera e jetës së tij, gjithë bashkëpunimi edhe leximi i lirë i tij e çdo lloj literature që do t'i interesojë në punën e vet, në projektet e veta, do ta bëjë një njerëz që do të ketë, si thua, kulturën e duhur në komunikimin me të tjerët, nëse s'ka një diplomë të madhe, do ta ketë atë diplomën më të vogël, por do të ketë suksesin më të madh, se duket që është një njerëz suksesshëm, një showman. Uroj që t'jetë një këngëtar shumë mirë, pa uroj që atë shpirtëgjërsinë e vet ta ruaj, sepse ajo e bëri që të dalloj pak edhe nga të tjerët. Cilat janë motivet që Laerti mund ta ketë bërë atë deklaratë? Por gjithçka ka mbaruar, po themi, pra s'janë më akoma, s'janë më në lojë. E para njerë që ne shohim në rrjetet sociale, po në televizion dhe kudo, ka një prirje që ne të etikettojmë të tjerët. Gjithnjë kemi qef t'i vëmë një damë. Gjithnjë do kërkojmë të gjejmë diçka nga jeta e tyre personale për ta njollosur një njeri. Domethënë, është një lloj, si thua, tamam, një konkurrencë, ajo konkurencia aty. Domethënë, duhet mendosh që ishin disa njerëz dhe fitoi Gjesti. Por ama duhet të ketë qartë Laerti se aty nuk ishte kompeticion artistash. Nuk ishte as kompeticion këngëtarësh, nuk ishte as konkurs bukurie, Miss Shqipëria apo Miss Internacionale e tjerë, nuk ishte as projekt arkitekture dhe kush do të fitonte për qytetin e Tiranës apo për Pejën apo Prishtinën. Ishte një reality show. Dhe ne shohim edhe në Francë, kudo, kam parë spektakle të tilla, reality show të tilla. Aty marrin pjesë modele të ndryshme njerëzish, ashtu si dhe në jetën reale ka modele të ndryshme njerëzish. Aty marrin pjesë, megjithëse thuhet Big Brother VIP, po marrin pjesë kategori të ndryshme njerëzish që ndoshta dikush ka një emër, ka bërë një karrierë, po ka dhe nga ata që ne si kemi njohur më përpara. Pra ka një lloj, si thua, një lloj përzgjedhje dhe shumë mirë që e bëjnë, është e drejtë atyre ta bëjnë këtë përzgjedhje. Kështu që nëse do ishte një konkurs bukurie, ne do ta kishte fituar Danja apo dikush tjetër. Nëse do ishte një për teatrin, do ishte Rozana me Laertin. Do konkurronin dhe të zgjidhin midis të dyve, do zgjidhet dikush. Këtu bësh fjalë për një djalë i cili kishte zemrën e mirë, që bënte humor,
që bënte një lloj spektakli, që provokonte debate, provokonte edhe në gjërat vograt që ndonjëherë qeshin fëmijët për ato. Se do më thonë nuk janë gjërat mëdhaja. Kështu që, por duhet të mendojmë që pa hyrë gjesti, ati Big Brother i mungonin vetëm dominot. Edhe atëherë do më thonë gjithë do ishin duke lozët domino. Kurse këj dha një frymë gjallërie, i dha si thua humor, bënte veprime që të rinjt i kanë qef, natyrisht që nuk e kishte argumentin, si shumë da kishte Rozana, nuk mund të shkruante tekste këngë si ka shkruar Rozana, nuk shprehte me fytyrën e tij ndjenjat siç mund të shprehë Laerti kur interpreton diçka, kur reciton disa vargje, kur hyn në një rol e tjerë, nuk është i tillë. Por ky Big Brother është me votë popullore, që do thotë që njerëzit votojnë atë që pëlqejnë. Nuk më pëlqen ajo që tha Laerti sot që zgjodhi një shkatrues, domethënë të Big Brotherit, njërin që shkatroi një vajzë, edhe që provokonte në çdo kohë e tjerë, domethënë këtë do populli. Kjo është një shprehje e gabuar. Jo. Populli di të dallojë se kush është politikan i devotshëm, di se kush është shtetar i devotshëm, cilët janë intelektualet me vlerë që ka Shqipëria, cilët janë aktorët, artistët e mëdhenj shqiptar. Ne dim kush është një intelektual me kontributën në Shqipëri, kush është një intelektuale po prapë me vlera për shoqërinë. Ne dim cilët janë biznesmenët e fuqishëm, të suksesshëm, ne dim fermerët të cilët janë të suksesshëm, ne dim prindërit që kanë sakrifikuar për fëmijët, ne dim shqiptarë, i njohim shumë mirë që kanë shkuar në emigrim dhe kanë bërë emër shumë të madh. Ne kemi emra në kulturën shqiptare, pra populli shqiptar gjestin e vlerësoi për tjetër gjë, për një reality show. Kurse njerëzit e rëndësishëm të këtij kombi, Shqipëria i ka në krye dhe i ka vënë, si thua, në atë librin e madh të kombit shqiptar, ashtu si dhe vitet që do vinë, do ketë të tjerë emra që ndoshta sot nuk i përmendim shumë, por që historia ja shton emrave të mëdhenj, duke filluar nga Skënderbeu, Ismail Qemali, e gjithë artistët e tjerë që sot janë në botë apo në Shqipëri e tjerë.